Kopshti është vendi im I preferuar. Jo ai madi me lule, por ai voli pas shtëpis, ku rriten domatet, borziloku dhe një shkure e egër mjedrash që nuk e kam prerë kur siç duhet. E lash të rritet e egër, siç e kam lënë edhe veten time këto vitet e fundit. Jam 60 vjeç, një numër që dikur më dukej si fundi I botës, si një port që mbyllej pas teje. Por tani që jam këtu, zbuloj se në fakt isha gabim. Porta nuk u mbyll, ajo u hap gjerë, dhe unë rash në anën tjetër me një lehtësi që nuk e kisha parashikuar. Trupi im nuk është më ai I dikurshmi. Ka shenja, rrudha që tregojnë historinë time. Një cikatër në gjumë nga një rënje në biçiklet kur isha 12 vjeç, lëkurë që ka humbur butësinë e dikurshme, por ka fituar një lloj rezistence, si lëkura e një peme të vjetër që nuk thyhet lehtë nga era. Dhe ky trup, për herë të parë në jetën time, është vetëm imi. Për 30 vjet isha e dikujt. Së pari e prindërve, pastaj e burrit, pastaj e fëmijëve. Trupi im ishte një territor I përbashkët, një tokë që kultivohej për të tjerët. E ushqeja për të mbajtur familjen, e mbështija për të mos ofenduar, e fshija për të mos u vënë re. Por tani, burri im nuk është më. Fëmijët kanë shtëpitë e tyre, dhe unë jam këtu, në kopshtin tim, me duar të plugurosura, me dhe një ndjenjë që më ka pushtuar si një vale ngadalt dhe ngroft. Liria. Kjo fjalë e vogël ka marrë një kuptim të ri. Nuk është liria e adoleshentes që ikën nga shtëpia, as liria e të 30-tave që ndërton karrierë. Është diçka më e thellë. Është leja që I jap vetes të jem pikërisht aty ku jam, pa kërkuar falje, pa shpjeguar, pa justifikuar. Sot, për shembull, vendosa të mos vesh asgjë poshtë fustanit të lirë prej pambuku. Pse? Sepse e ndjeva të tillë. Sepse era e mëngjesit që vinte nga lumi aty pranë më përkëdhelte këmbët dhe unë doja të ndjeja atë përkëdhelje diku tjetër. Nuk ishte një akt provokimi. Ishte thjesht një dëshirë për të ndjerë ajrin në lëkurën time, për të ndjerë diçka reale, të gjallë. U ula në shkadhot prej drurit të verandës. Druri ishte I ngroft nga dieli I mëngjesit, I butë dhe I vjetër, si unë. Hapa këmbët dhe I lash gishtat e mi të këmbëve të preqnin barin. Ishte I lagësht nga vesa. Një ftoftësi e vogël, si një puthje e padëshiruar, por e mirëseardhur. I lëviza këmbët mbrapa dhe mbrapa, duke ndjerë se cilën fije bari, duke ndjerë tokën nëntë. Mendova për të gjithë ata që më kanë parë gjatë gjithë këtyre viteve. Mendova për sytë e burrit tim që më adhuronin, por më shihnin gjithmonë përmes një prizmi. Mendova për fëmijët e mi që më shihnin si nën, si streh. Mendova për të huajt në rrugë, që më shihnin si një grua të moshës së mesme, një gjyshje të mundshme, një personazh pa rëndësi. Dhe për herë të parë, mendova se sa pak nga ata kishin parë të vërtetën. Çfarë ishte e vërteta? Ishte thjesht kjo. Një grua, 60 vjeç, me flokë të thinjur që I mblidhte në një bish të lirshëm, me duar që kishin punuar, me këmbë që kishin ecur. Por që tani, në këtë moment të saktë, po ndjente diçka që e kishte lënë pas për dekada. Po ndjente dëshirën. Jo dëshirën për të dashuruar, jo dëshirën për të martuar, jo dëshirën për të konfirmuar, por dëshirën për të ndjerë, për të prekur, për të qenë e prekur. Dëshirën për të ndjerë gjallë deri në palcën e eshtrave. Mora një mjeder nga shkurja. Ishte e kuqe, e errët, e pjekur, pothuajse duke shpërthyer në lëngu. E vendosa në gjuhë. Shija e thartë dhe e ëmbël në të njëjtën kohë më bëri të mbyll syt. Po, kjo ishte ajo. Kjo ishte ndjesia që kërkoja. Një shpërthim I vogël në gojë, një moment I papritur kënaqësie që nuk I detyrohej askujt. U ngrita nga shkallët,
fustani më ra rreth kyçeve. Ecja nëpër kopsht ishte një ritual. Secili hap ishte një deklaratë. Unë jam këtu, thosha me çdo lëvizje të jede. Unë jam ende këtu dhe nuk kam mbaruar. Ija ime, që dikur e mbyllja në ripa dhe korse, tani lëvizte lirshëm, duke ndjekur ritmin e një melodie që vetëm unë dëgjoja. Nuk kërkoja askënd, kjo ishte e rëndësishme. Nuk doja të takoja një burr, nuk doja të filloja një lidhje, nuk doja të provoja asgjë. Doja vetëm të provoja veten time. Doja të dija nëse ky trup, pas kaq vite shërbimi dhe fshehjeje, ishte ende i aftë të ndjente kënaqësinë e thjeshtë të ekzistencës. Dhe përgjigja ishte po. Një po i fuqishëm që më rezononte në kraharor. Shkova te rubinet i jashtëm. Hapa ujin dhe lash që ai të rrjedhte mbi duart e mia të pluhurosura. Uji ishte i ftohtë dhe i pastër. E ngrita dorën dhe lash që uji të më binte mbi qafë, të më rrjedh poshtë shpinës, duke njomur pambukun e fustanit. Ishte një ndjesi e papritur, një tronditje e vogël që më bëri të marr frymëthel. Pash qielin. Ishte blu e hapur, pa re, pa kufi. Ashtu si ndjesha unë, pa kufi. Për herë të parë në jetën time nuk kisha një orar, nuk kisha një detyrë, nuk kisha një rol për të luajtur. Isha thjesht një grua në një kopsht, me një fustan të lagur dhe mjedra në buzë. Kjo nuk ishte një histori për tradhti, as për ikje. Ishte histori për kthim. Kthimi tek vetja pas një udhëtimi të gjatë. Dhe në këtë kthim zbulova se kënaqësia nuk ishte një luks i të rinjve, as një e drejtë të dashuruarve. Ishte një e drejtë themelore e çdo qenieje njerëzore, pavarësisht moshës. Në mbrëmje u ula në kuzhinë dhe hapa një shishe verë të kuqe. E pija nga gota, ngadalë, duke e ndjer atë të më ngrohte futin. Nuk isha nevojë për shoqëri. Muzika në radio ishte shoqëria ime, një këngë e vjetër jazz që më kujtonte rinin time. I mbylla syt dhe lëviza krahët, duke ndjekur ritmin, duke e lënë trupin tim të lëkundej në karrige. Dhe në atë lëvizje kuptova diçka. Liria që kisha gjetur nuk ishte liria për të bërë dashuri me të tjerët, por liria për të bërë paqe me veten time. Ishte liria për të pranuar se trupi im, me të gjitha të metat dhe shenjat e tij, ishte i bukur në mënyrën e tij të çuditshme. Ishte liria për të pranuar se unë isha e plot, e përfunduar, dhe se kjo plotësi nuk kërkonte miratim. Kur shkova në shtrat, fustani im ishte tharë tashmë, por ndjesia e ujit të ftohtë në lëkurën time ishte ende aty. U shtriva në shtrat, e vetme, dhe ndjeva kënaqësinë e heshtur të thjeshtësisë. Nuk ishte një kënaqësi që mund të përshkruhej me fjalë të mëdha. Ishte një kënaqësi e vogël, intime, që më bëri të buzëqesh në errësirë. Trupi im në atë natë të qetë nuk ishte i dikujt tjetër, ishte i imi. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, e ndjeva se më përkiste vërtet. Jo si pronë, por si një mik i vjetër me të cilin kisha bërë paqe. Një mik që më njihte më mirë se kushdo tjetër.